Falëndërimi takon vetëm Atij për çdo mirësi që na e ka dhuruar, për fenë që na e la amanet, për lirinë që nuk e merituam me vepra, por ai na e dhuroi me mëshirë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi më të dashurin e Allahut, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili na mësoi se liria e vërtet nuk fillon me armë, por fillon me nënshtrim ndaj Allahu xhalla shanu. Të dashur vëllezër, xhamati i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është liria amanet nga Allahu xhalla shanu, pse u fitua dhe si ruhet sot. Muhamedi alayhi salam ka thënë: kush lufton që fjala e Allahut të jetë më e larta, ai është në rrugën e Allahut. Të dashur vëllezër, ky hadith i thot çdo besimtari se liria nuk është diçka që merret lehtë, nuk është dhuratë e rastit, nuk vjen nga fuqia e armëve apo nga pasuria, por vjen nga angazhimi i ndërgjegjshëm për të qenë i drejtë, për të qëndruar mbi moralin, mbi dignitetin, mbi amanetin që Allahu xhalla shanuhu na e ka dhënë. Ai që ndjek këtë rrugë e kupton se fjala Allahu xhalla shanuhu dhe nderi i shpirtit janë më të rëndësishme se çdo pushtet i jashtëm. Kush e njeh këtë vlerë, e di se liria nuk është vetëm të mos jesh i robruar nga tjetri, por edhe të mos jesh i robruar nga epshi, nga mëkati, nga egoizmi. Të dashur vëllezër, liria nuk është fjalë, nuk është dekor, nuk është ngjyrë flamuri e as emocion momental. Liria është amanet, amanet i dhënë prej Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Dhe amaneti gjithmonë ka peshë. Amaneti të tërheq drejt përgjegjësisë, jo drejt rehatisë. Ai që ndjen amanetin rrin zgjuar natën, ai që nuk e ndjen fla edhe ditën. Liria nuk është dhuratë e njerëzve. Liria është dhuratë e Allahut, e cila në histori është paguar me lot, me durim, me sakrifica, me rënim e me rindërtim, me dëgjim të urdhrave të Allahut dhe me qëndrim në vlerat e kombit e të besimit. Allahu xhalla shanuhu thot: "Walaqad karramna bani Adam", ne e nderuam birin e Ademit. Mirë po nderimi nuk jepet pa barë, nuk vjen pa prova, dhe liria është prova më e madhe, sepse liria nuk është vetëm ajo që të jepet drejta të jetosh, por është ajo që të detyron të mos u shkelësh veten. Nuk është e drejtë që ke, por është përgjegjësi që mban. Nuk është ajo që gëzon, por ajo që ruan. Nuk është ajo që e trashëgon, por ajo që e bart me frikë e me vetdije. Të dashur vëllezër, pyetja nuk është a kemi liri. Pyetja është a jemi të denjë për lirinë që na është dhënë. Sepse ka popull që e fitojnë lirinë dhe e humbin për brenda vetes. Ka popull që e fitojnë lirinë nga jashtë, por e humbin brenda shpirtit. Ka popull që nuk u merr as kushtirinë, ata vetë e nxjerrin nga dora, se liria nuk humbet me tamke, liria humbet me mëkate, liria nuk humbet me dhunë, liria humbet me harres, liria nuk merret nga të huajt, liria merret nga braktisja e amanetit të Allahu xhalla shanu. Prandaj, pyetja jonë është sot, pse u fitua liria dhe si ruhet sot? Liria u fitua sepse besimtari i vërtet e di se nuk mund të jetë rob i dy zotërve, nuk mund të jetë rob i Allahut dhe në të njëjtën kohë rob i frikës, rob i Allahut dhe rob i padrejtësisë, rob i Allahut dhe rob i tjetri që i ndërhin në shpirt. Ai që njeh vlerën e saj e di se liria fitohet kur i thua vetes: unë nuk dua të jem në këmbët e tjetrit, por më e rëndësishmja, unë nuk dua të jem në këmbët e mëkatit tim. Ka njerëz që mendojnë
se liria fitohet vetëm me armë, por armët nuk do të çalonin kur, si kur brenda njeriu të mos kishte nder, si kur brenda njeriu të mos kishte gajle, si kur brenda njeriu të mos kishte dhimbje për vlerat. Nuk qëndrojnë popujt në këmbë prej armëve, popujt qëndrojnë prej shpirtit, prej frikës së Allahu xhaleshanuhu, prej moralit, prej vlerave që nuk i shesin, që nuk i ndryshojnë, që nuk i lënë me një anë as për interesin më të vogël. Le të shohim një shembull të jashtëzakonshëm. Musab ibn Umeri, bartësi i flamurit të muslimanëve në Uhud, ai e mbante flamurin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me krenari, dhe gjatë betejës armiku i apreu dorën e djathtë. Ai e kapi flamurin me njëherë me dorën e majtë, pastaj i apren edhe dorën e majtë. Ai e mbajti flamurin me krahët e trupit, duke mos lëshuar kur. Më pas e goditën me një shpatë të rëndë dhe ai ra dëshmor, duke mos e lëshuar kur flamurin. Pas këti e kapi Aliu e tjerë me radhë që të mos e lëshojnë flamurin në tokë. Prandaj, pyetja tjetër, si ruhet liria sot? Ruhet si që ruhet një amanet, me frikë nga Zoti, me kujdes, me vetdije, nuk ruhet me fjalë boshe, nuk ruhet me retorik zbrazët, nuk ruhet me krenari të dukshme, por me moral të brendshëm. Nuk ruhet me ngritje zëri, por me ngritje digniteti. Ruhet duke mos e shkelur njeriun tjetër, duke mos e shkelur familjen tënd, gruan tënde, prindërit e tu. Ruhet duke mos e shkelur vetën. Të dashur vëllezër, liria humbet kur fillon ta shkelësh shpirtin tënd, kur varfrohet morali, kur pasurohet mendjemadhësia, fadulloku dhe lakmia. Liria humbet kur fëmia nuk e ndjen gjuhën e tij, kur i rritet brezi me mendimin se kombi i tij është i tepërt, kur njeriu e haron që identiteti është vlerë dhe nuk ka turp ta mbajë. Liria humbet kur njeriu bëhet i ftoftë ndaj Zotit dhe i nxehtë ndaj epshit. Allahu xhaleshanuhu thot në Kur'an, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata ta ndryshojnë vetveten. Kjo na kujton se liria nuk është e dhënë për gjithmonë, për ata që harrojnë moralin dhe drejtësinë. Ajo kërkon vetdije, edukim të brezave, respekt për identitetin dhe amanetin. Liria ruhet kur kujdesesh për zemrën, kur edukon gjeneratën, kur flet me butësi, por qëndron me vendosmëri. Liria ruhet kur e di se ajo është amanet që do t'i përgjigjesh Allahut për të. Dhe sot, vëllezër, ka një pyetje që duhet t'ja bëjmë vetës. A jemi ne sot më të fortë se ata që e fituan lirin, apo më të dobët? Ata e fituan lirin me sakrificat të mëdha, po ne apo e ruajmë me mëkate të mëdha? Ata e fituan me lot, ne po e humbim me harres. Ata e fituan me bashkim, ne po e shkatrojmë me përçarje të vogla. Ata e fituan me dignitet, ne po e humbim me thashetheme. Ata e fituan me besë, ne po e humbim me mosbesim ndaj njëri tjetrit. Këto janë pyetjet që çdo njeri duhet t'i vendos përpara vetes. Liria nuk është e përjetshme nëse nuk e meriton. Allahu nuk i mban të lirë ata që nuk e duan të vërtetën. Nuk i mban të lirë ata që shkelin drejtësinë. Nuk i mban të lirë ata që tjetërsohen me shpirt. Liria është shumë më shumë se tokë, se flamur, se dokument. Liria është ndjenjë brenda kraharorit, se nuk jam i poshtruar, nuk jam i nënçmuar, nuk jam i humbur. Jam robi Allahu xhaleshanuhu dhe ky është nderi im. Dhe nëse duam të ruhet liria, atëherë duhet të kthehemi te morali, te ndershmëria, te gjuha jon, te familja jon, te besimi ynë. Sepse liria humbet kur njeriu bëhet i shturur dhe ruhet kur njeriu bëhet i drejtë. Liria humbet kur humbet turpi, ruhet kur turpi ringrihet.
Liria humbet kur harohen gjeneratat e gjakut dhe amanetit. Ruhet kur kujtohen me mall dhe falënderim. Liria humbet kur i ikim namazit dhe ruhet kur i afrohemi Allahu xhalleshanu. Prandaj, të dashur vëllezër, le ta pjesim sot veten, apo jemi në roje të lirisë sot, apo po jemi gjumash që nuk e shohim se si na rrëshqesin nga duart. A jemi në sot të aftë t'ia lëm brezit të ardhshëm një liri më të pasur, më të mençur, më të ndërgjegjshme, apo do t'u lëm lirin vetëm si formë pa përmbajtje, si trup pa shpirt, dhe së fundi, të dashur vëllezër, lutja është arma e besimtarit. O Allah, na mbaj në udhëzimin tënd dhe mos na lër të humbasim rrugën e atyre që lirinë e shndëruan në shfrenim, as të atyre që amanetin e lirisë e shitën për interesa të ulta. O Allah, na jep prej teje dritë që ta shohim të vërtetën të vërtetë dhe ta ndjekim atë. Na e forco zemrën që të mos bien në gjinahe që na marrin lirinë shpirtërore. Na ruajnë nga përçarja, nga smira, nga urrejtja dhe nga haresa. Na bëjnë njerëz të moralit që të jemi pasqyrë e vlerave tona. Na bëj të denjë për amanetin që na ke dhënë. O Allah, ruaje këtë popull, këtë tokë, këtë gjuhë, këtë flamur, këtë nder. Na dhuro paqë në zemër dhe qetësi në shpirt. Na fal gabimet tona dhe na ringrit si njerëz të dinjitetit dhe të vërtetësisë. Amin. Wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.